Vazhdim thotë, cili është fati ose çfarë është e shkruar për botën tjetër për ne që jemi sprovuar me mosmartesë, por edhe të atyre që janë të martuar për Allah su ka dhënë fëmijë, sepse po na thonë se kemi lloj-lloj të ardhme. Allah ju shpërbleft. Të gjithë njerëzit të gjithë njerëzit e sprovuar duhet ta dinë se sprovën këta njerëz nuk e kanë përzgjedhur. Por Zoti ka përzgjedhur. Unë shpesh ju kom thonë njerëzve, më konë me u pyet une, kur jam plagu, nuk e kisha dëshiru t'jem pa dorën e djathtë, e t'jem me dorën e majtë. Kështë zgjedh belet majtën. Bile kisha zgjedh dorën e majtë, le të më shkan. Nëse jo heq, po belet majtën. Po. Subhanallah. A dorën e djathtë kisha pas. Mirë po, përzgjedhja përzgjedhja është në dorën e Allahut. Ai cili është i sprovuar me mosmartesë. Ai cili është i sprovuar i martuar, po s'ka fëmijë, i pa fëmijë. Duhet gjej forcë dhe kurajen për me bë sabër. Se me veprën e tij, me sabrin e tij, Allahu dhul xhelal do t'ja mundsoj që njerëzit do t'i vinë të bëhen jo fëmijët e tij biologjik, por të bëhen fëmijët e tij humanitar, që do t'i dalin ndihmë dhe do të shprehin humanizëm ndaj tij. Unë kam një rast që mundohem me disa bashkëpunëtorë tonë të humanitetit, e të davetit, me ju dalë ndihmë plot njerëzve që nuk kanë fëmijë. E special ata që të jenë shtymë në moshë. Ka dorë Zoti kemi rahatu në një vend banim. Që është e raport që për të regoj. Pasha Allahun të njëjtin... Le ta din dikush që ka ku më drejtu pse jo hoq. Njëjtin kat, vallahi. Është një çift plak i shtymë në moshë, në pleqëri, 7 fëmijë ka, po jetojnë të vetëm. Subhanallah. 7 i ka jashtë. A di që thot ky plaku cilin jemi bo sebepe kemi strehu? Zoti ka dashur, do më thonë, Allahu kur bën emër diçka, të përdor për diçka. E na luajmë rolin e koordinatorit bukur. Mes atij që don me dhon dhe mes atij i cili e meriton me përfitu. Edhe shumë është interesant, atë që më ka thonë, ky bali, kur thom ky bali në kuptimin ky moshuari, besimtar, ky axha, ky boksi, po gjithmonë respekt, nder. Pasha Allah, thot ata që më ndihmojnë ma shumë kanë afërsi shpirtërore, emocionale me mu, edhe një vete më të sigurt, une në krah të tyre, se sa i cili ka 7, e kejti ka jashtë, e asnjë si ka afër. Prandaj duhet me gjetë forcën në Kur'an besim. Hasbunallahu ni'mal wakil. Na mjafton Allahu. Kjo nuk thuhet veç kur do me ron njëri në zjarm. Po kjo thuhet kur ballafaqohesh me sprova edhe vështirësi. Na mjafton Allahu. Kur e kemi Allahun, Allahu na i sjell njerëz. Allahu na i rregullon edhe karakterin ton, edhe sjelljen ton, edhe piknisjet tona, edhe pikveshtrimet tona. A më ka dalë, mos dugutemi, mos nëzitohemi. Kërkesa e vetme që duhet këtyre njerëzve me jau sqaru, amoni koftë, mos menoni keq për Allah. Menoni mirë. Unë me qëllim nuk lexova këtë pyetje në hoqë se është një pyetje të cilën është bërë pas pak kohë. Të kjo pjesë ku thuhet se po thuhet lloj gjërash, prita shpjegimin tuaj që si lehtësim për pyetjen, se në fund thotë është e vërtetë se kena më kon për banorëve të xhenemit, subhanallahu, ne që jemi sprovuar. Kjo është mendim i keq për Allah. Po të mos shash kanë thonë, më kanë deri këtë përfundim, subhanallahu. Unë e thash, domosdoshmë kur ta kisha lexu. E sqaruam, alhamdulillah. Sikur ta kisha lexu pyetjen. Alhamdulillah. Ke i bë me ta lexu letrën në xhep, po letrën në telefon. Po se më do kërona, më mas e sërova, do të më do me dije që absolutisht. S'është larg të sa, subhanallah. Përkundrazi, ne kemi filluar me ju mor lakmi juve për i tash. Po deri ku ka shku mendimi që kanë përveç kësaj, që kanë çu deri te përfundimi i tillë hoç, subhanallah. Po ta silli shembullin konkret. A përmana, a moral është, e vërtet ka po. Subhanallah. Të dy jetojnë në ndërtesë, këty në sy ka dhënë Zoti, po ju ka dhënë ndihmë nëpërmjet njerëzve të tjerë.
ju ka dhonë evlad, djema dhe vajza nëpërmjet humanitetit. A këta nuk e gëzojnë këtë humanitet, se nuk kanë nevojë. Mirë po mungesa shpirtënore e fëmijëve fizik t'i kanë afër, e të kënaqen me nipa, me mbesa, jenë të privuar. Të i pas. Të i pas, kjo është alo ma katastrofë. Prandaj, unë mendoj se Allahu Dhul Gjelal përzan atë që ka shkru, ose kush i ka thonë. Se këtyne veç ka fillu... Shumë e rënda, në përmenda me herët që po të quen dhe të greminës të fjale. Po, ka fillu Allah me të dhonë gjenetin pa konë, pa shkutin gjenet hala. Në më gjenemi zbojt fjale heq. Apo, absolutisht. Mendimi mirë.